përshëndes të gjithëve, do jemi së bashku në këtë edicion informativ me mua, Ernida Luze. Me votat e shumicës, Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar ndryshimet në qeveri të propozuara nga kryeministri Edi Rama. Në një klim të tensionuar, fillimisht janë votuar shkarkimet dhe më pas u votbesuan ministrat e rinj. Kuvendi i Shqipërisë ka votbesuar ministrat e rinj të propozuar nga kryeministri Edi Rama dhe të dekretuar nga presidenti i Republikës në kuadër të riorganizimit të kabinetit qeveritar. Në një seancë jo të qetë parlamentare dhe shoqëruar me debate të shumta, shumica votoi fillimisht pro shkarkimeve të bëra në qeveri të ministrave, duke filluar nga zëvendës kryeministria dhe ministria e infrastrukturës Belinda Balluku, ministria e jashtme Elisa Spiropali, ministri i mbrojtjes Piro Vengu, ministria e brendshme Albana Kociu, Besfort Lamanllari nga Ministria e Drejtësisë dhe Toni Gogu nga Ministër për marrëdhëniet me Parlamentin. Deputetët morën nga 81 deri në 85 vota pro shkarkimit, ndërkohë që prezent në sallë kanë qenë 87 deputet. Me shkarkohet nga kjo detyrë, ky akt kërkon shumicë absolute votash për miratim. Procedura e votimit, një votim me elektronik, votimi është i hapur, hapet votimi. Mbyllet votimi. Më pas seanca ka vijuar me votimin e emërimeve të reja, duke i dhënë zyrtarisht miratimin kabinetit të përditësuar. Konkretisht është votuar Albana Kociu si zëvendës kryeministre e Shqipërisë. Mbyllet votimi. 83 vota pro, 0 abstenim, 3 kundër, projekt vendimi miratohet. I cili do të drejtojë në vijim diplomacinë shqiptare. Besfort Lamanllari do të udhëheqë Ministrinë e Brendshme. Ermal Nufi ka marrë votbesimin si ministër i mbrojtjes, Toni Gogu do të jetë ministër i drejtësisë, Enea Karakaçi është votbesuar në krye të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Eriona Ismaili si ministre për marrëdhëniet me Parlamentin. Pothuajse të gjithë ministrat e rinj morën 83 vota pro gjatë procedurës së votimit elektronik, ndërsa nuk munguan as votat kundër. 4 prej figurave janë hyrje të reja në kabinetin qeveritar të kryeministrit Rama. Ministrat e rinj pritet të marrin detyrën pasi të bëjnë betimin përpara presidentit të Shqipërisë, Bajram Begaj. Seanca parlamentare u zhvillua mes debateve të forta politike, ndërsa votimi përfundimtar konfirmoi mbështetjen e shumicës për ndryshimet në kabinetin qeveritar. Ente Regulatori i Energjisë ka miratuar çmimet me të cilët do të paguajnë energjinë elektrike ujësjellësi që furnizohen nga furnizuesi i mundësisë së fundit gjatë vitit 2026, duke mbajtur në fuqi tarifat preferenciale të vitit të kaluar. Kompanitë që janë të lidhura në tensionin 35 kV do të tarifohen me 9.33 lek për kilovator, ndërkohë që për shoqëritë që janë në tensionin 20, 10 dhe 6 kV, çmimi do të jetë 11.77 lek për kilovator. Ente Regulatori i Energjisë ka miratuar çmimet me të cilët do paguajnë energjinë elektrike ujësjellësi që furnizohen nga furnizuesi mundësisë së fundit gjatë vitit 2026, duke mbajtur në fuqi tarifat preferenciale të vitit të kaluar. Sipas vendimit, kompanitë që janë të lidhura në tensionin 35 kV do tarifohen me 9.33 lek për kilovator, ndërkohë që për shoqëritë që janë në tensionin 20, 10 dhe 6 kV, çmimi do jetë 11.77 lek për kilovator. Aplikimi i çmimeve preferenciale për shoqëritë e ujësjellës kanalizimeve nisi në vitin 2023 pas një kërkese të bërë pranë Korporatës Elektroenergjitike Shqiptare nga Agjencia Kombëtare e Ujësjellës Kanalizime dhe Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, mbi nevojën e shoqërive të ujësjellësve për aplikimin e tarifimit të veçantë. Kjo me qëllim garantimin në aspektin financiar të veprimtarisë së shoqërive, përfshirë rikuperimin e borxhit. Në atë kohë u kërkua që ulja e tarifave të energjisë elektrike të pasohej me rekuperimin e borxhit që këto kompani kanë ndaj operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike. Sipas të dhënave të fundit të disponueshme, deri në gusht 2025 detyrimet e prapambetura arritën në 20.42 miliard lek nga 19.54 miliard lek që ishin në fund të vitit 2024. Kostot e energjisë elektrike përbëjnë rreth 23% të shpenzimeve të operimit dhe mirëmbajtjes në sektorin e ujësjellës kanalizime, ndërsa 12 nga 17 shoqëri nuk arrin të mbulojnë këto kosto. Kjo bën që kompanitë të mbështeten tek subvencionet e qeverisë ose të vonojnë pagesat ndaj operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike, duke akumuluar borxhe të shumta.
Gjatë 2 muajve të parë të vitit, janar-shkurt 2026, një numër i konsiderueshëm prej 16.301 automjetësh nuk kanë arritur të kalojnë kontrollin teknik. Shifrat tregojnë se problemi më i përhapur lidhet me sistemin e shkarkimit të gazrave, i cili përbën rreth 34.5% të rasteve të konstatuara. Kontrolli teknik i automjeteve mbetet një nga elementët më të rëndësishëm për sigurinë në rrugë. Sipas të dhënave të publikuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, gjatë 2 muajve të parë të vitit janar-shkurt 2026, një numër i konsiderueshëm prej 16.301 automjetësh nuk kanë arritur të kalojnë kontrollin teknik. Shifrat tregojnë se problemi më i përhapur lidhet me sistemin e shkarkimit të gazrave, i cili përbën rreth 34.5% të rasteve të konstatuara. Defektet në këtë sistem jo vetëm që ndikojnë në funksionimin e rregullt të mjetit, por gjithashtu kanë ndikim të drejtpërdrejtë në ndotjen e mjedisit dhe në cilësinë e ajrit. Një tjetër përqindje e lartë, rreth 30%, lidhet me mangësi vizuale dhe funksionale të automjeteve, ndërkohë rreth 20% e mjeteve kanë rezultuar me probleme në sistemin e drejtimit dhe të amortizimit. Këto janë komponentë thelbësor për stabilitetin e automjetit, sidomos gjatë lëvizjes në shpejtësi apo në rrugë me kushte të vështira. Po kështu, 15.5% e automjeteve nuk kanë kaluar kontrollin teknik për shkak të problemeve në sistemin e frenimit. Frenat konsiderohen ndër elementët më kritik për sigurinë rrugore, pasi çdo defekt në këtë sistem rritëndjeshëm rrezikun e aksidenteve. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve e Transportit Rrugor u bën apel të gjithë drejtuesve të mjeteve që të kontrollojnë rregullisht gjendjen teknike të automjeteve të tyre. Mirëmbajtja e rregullt të mjetit është një përgjegjësi për sigurinë personale dhe për sigurinë e të gjithë përdoruesve të rrugës. Energjia elektrike e prodhuar nga impiante diellore ka shënuar një rritje të ndjeshme për gjatë vitit 2025, duke arritur për herë të parë në 13.2% të prodhimit neto vendas të energjisë elektrike. Ndërkohë, hidrocentralet publike prodhuan 45.2% të energjisë, ndërsa prodhuesit privat dhe koncesionar 41.6%. Energjia elektrike e prodhuar nga impiantet diellore ka shënuar një rritje të ndjeshme gjatë vitit 2025, duke arritur për herë të parë në 13.2% të prodhimit neto vendas. Të dhënat publikohen në bilancin vjetor të energjisë elektrike nga Instituti i Statistikave. Sipas tyre, gjatë vitit 2025, energjia elektrike në dispozicion në Shqipëri arriti në 8.345 gigavatorë, me një rritje prej 2.1% krahasuar me vitin 2024. Megjithatë, prodhimi neto vendas shënoi rënje duke zbritur në 7.468 gigavatorë, ose 4.7% më pak se një vit më parë. Në strukturën e prodhimit vendas, hidrocentralet vazhdojnë të mbajnë peshën kryesore. Hidrocentralet publike prodhuan 45.2% e energjisë, ndërsa prodhuesit privat dhe koncesionar 41.6%. Pjesa tjetër prej 13.2% u prodhua pikërisht nga burime të tjera të rinovueshme, që janë fotovoltaikët. Në terma absolut, prodhimi nga këto burime pothuajse u dyfishua, duke arritur në 984 gigavatorë, nga 507 gigavatorë në vitin 2024, ose një rritje prej 94.3% brenda një viti. Rritja e prodhimit nga energjia diellore vjen në një kohë kur prodhimi nga hidrocentralet ka shënuar rënje, kryesisht për shkak të kushteve hidrike. Hidrocentralet publike prodhuan 3.374 gigavatorë, ose 17.4% më pak se në vitin 2024. Ndërkohë, rritja e kërkesës për energji elektrike dhe ulja e prodhimit vendas kanë shtuar dhe varësinë nga importi. Importet e energjisë elektrike u rritën me 26.5%, duke arritur në 3.375 gigavatorë, ndërsa eksportet u rritën me 7% në 2.498 gigavatorë. Ndërkohë, humbjet në rrjetin e energjisë elektrike shënuan një ulje të lehtë gjatë vitit 2025. Ato arritën në 1.593 gigavatorë nga 1.614 gigavatorë një vit më parë, duke u reduktuar me rreth 1.3%. Si pasojë, pesha e humbjeve në totalin e energjisë në dispozicion ra në 19.1% nga 19.8% që ishin në vitin 2024. Ekonomia shqiptare vijon të mbështetet fuqishëm te sektori i shërbimeve. Sipas rezultateve finale të anketës strukturore të ndërmarrjeve të publikuara nga Instat, 86.8% e ndërmarrjeve aktive në vend operojnë në fushën e shërbimeve.
Ekonomia shqiptare vijon të mbështetet fuqishëm te sektori shërbimeve. Sipas rezultateve finale të anketës strukturore të ndërmarrjeve të publikuar nga Instituti i Statistikave, 86.8% e ndërmarrjeve aktive në vend operojnë në fushën e shërbimeve, që do të thotë se gati 9 nga 10 biznese operojnë në këtë sektor. Në fund të vitit 2024 në Shqipëri ishin aktive afro 119.000 ndërmarrje, 2.2% më shumë se një vit më parë. Nga këto, gati 104.000 biznese i përkasin sektorit të shërbimeve, duke konfirmuar dominimin e tij në strukturën ekonomike të vendit. Pesha e sektorit nuk reflektohet vetëm në numër. Shërbimet realizuan gjithashtu 68.3% të totalit të shitjeve neto në ekonomi, ose rreth 2.4 trilion lek. Po ashtu ato punësojnë 65.6% të punësuarve në vend, çka i bën motorin kryesor të tregut të punës. Brenda këtij grupi, tregtia zë vendin kryesor. Ajo përfaqëson 35.1% të gjitha ndërmarrjeve në vend dhe realizon 46.1% të totalit të shitjeve neto, pothuajse gjysmën e xhiros së ekonomisë shqiptare. Edhe në punësim, tregtia ka një peshë të konsiderueshme me 24.7% të totalit. Një rol të rëndësishëm luajnë gjithashtu akomodimi dhe shërbimi ushqimor, me 14.8% të bizneseve, si dhe transporti, informacioni dhe komunikacioni me 9.6% të ndërmarrjeve. Ndërkohë, prodhuesit e të mirave përbëjnë vetëm 13.2% të ndërmarrjeve, por realizojnë 31.7% të shitjeve neto dhe 34.4% të punësimit. Kjo tregon se megjithëse më të pakta në numër, bizneset prodhuese kanë peshë të konsiderueshme në ekonomi. Industria përpunuese, ndërtimi dhe energjia janë ndër sektorët kryesor brenda këtij grupi, me kontribute të rëndësishme në qarkullim dhe punësim. Të dhënat tregojnë qartë se modeli ekonomik i Shqipërisë po konsolidohet rreth sektorit të shërbimeve me fokus të fortë te tregtia, turizmi dhe aktivitetet e lidhura me to. Ndërkohë, megjithëse shitjet neto në total u rritën me 4.5%, numri të punësuarve në ekonomi ra me 1.6%, duke reflektuar zhvillime strukturore dhe ndryshime në mënyrën e organizimit të bizneseve. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit do të nisë javën e ardhshme një aksion inspektimesh përqendruar në fabrikat e miellit, në sektorin e përpunimit të qumështit dhe atë të nënt produkteve të mishit. Për të rritur sigurinë ushqimore do të rishikohet plani vjetor i riskut dhe fokusi i inspektimeve do të jetë në sektorët më problematik. Duke nisur nga java e ardhshme, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit do të nisë një aksion inspektimesh përqendruar në fabrikat e miellit dhe furrat e bukës, në sektorin e përpunimit të qumshtit dhe atë të nënprodukteve të mishit. Gjatë një takimi me inspektor të AKU-s në të gjithë vendin, drejtoresha Blerina Gjylameti theksoi se do të rishikohet plani vjetor i riskut dhe fokusi i inspektimeve do të jetë në sektorët më problematik. Nga ana tjetër, ajo theksoi se do të forcohet paralelisht edhe infrastruktura, sidomos në pikat e kalimit kufitar. Të kemi një pasqyrë të qartë për atë që është, të themi, themeli, buka, për të parë standardet e të gjitha bizneseve, nga fabrikat e miellit, te mullinjtë e blojës, deri tek të gjitha furrat e bukës. Së dyti, me qumshin në produktet e qumshit, për shkak të një problematike lidhur me misrin. Tjetra mbas miellit, qumshit, kemi mishin në produktet e mishit, duke qenë që kanë një risk të lartë. E pas kësaj, kalojmë në atë që është, duke qenë se ne jemi një vend i cili ekonominë e kemi të bazuar në shërbime dhe po aq në turizëm, me inspektime në të gjithë Shqipërinë për të arritur që të shikojmë se si operatorët e biznesit ushqimor plotësojnë standardet, nevojat që kanë dhe çfarë duhet të përmirësojnë. Ndërsa kryeinspektori i përgjithshëm Dashnor Sula theksoi se inspektorët duhet të kenë tolerancë zero ndaj abuzimeve dhe të sigurojnë maksimalisht cilësinë e produkteve që konsumojmë. Do dua vëmendjen tuaj që të kemi tolerancën zero ndaj subjektet të cilët shkelin ligjin dhe bëjnë gjëra të cilët janë në kundërshtim me ligjin. E dyta, ka të bëjë me produkte ushqimore që do të thotë pra me eksportin. Ato të cilët gjithçka prodhojnë në territorin e Shqipërisë. Jeni ju kompetentët, jeni ju ato garantorët të cilët do duhet kontrolloni gjithçka dhe për mos lejuar që asnjë prodhim vendas të mos jetë në standardin që kërkohet sot qoftë në tregun evropian apo në tregun shqiptar. Pikërisht ju jeni ato të cilët do duhet të keni një përkushtim maksimal për të bërë të mundur që në tryezat e qytetarëve shqiptar, familjes shqiptare, të vinë produktet Made in Albania që të jenë të nivelit maksimal. Qoftë bujqësore, qoftë kulturale, qoftë në produktet që cilët ka kudo ato që janë.
Kryeinspektori u shpreh gjithashtu se deri në fund të vitit pritet të jetë në funksion një sistem tërësisht i digitalizuar inspektimi në mënyrë që procedurat të jetë standarde dhe transparente në të gjithë vendin. Masonët kërkojnë nga qeveria marrjen e njësër masash me qëllim reduktimin e humjeve dhe ofrimin e ndihmës për këtë sektor, i cili punëson mbi 65.000 punonjës dhe qarkullon mbi 1 miliard euro në vit. Ndërmasat propozohet dhe aplikimi i një mekanizmi kompensimi për kursin e këmbimit. Sektori i prodhimit të veshjeve dhe këpucëve vijon të pësoj humbje të mëdha monetare, por edhe të fuqisë punëtore për shkak të kursit të këmbimit. Vetëm gjatë 2025-s, nga sektori raportohet reduktimi afro 12.000 vende pune. Për këtë arsye, në dëgjesën e zhvilluar në Komisionin e Ekonomisë, përfaqësues të ProExport Albania kërkojnë marrjen e masave emergjente. Unë dua ta filloj pikat e mia për sa i takon rritjes së koeficientit të amortizimit nga 20% që ka aktualisht, të themi që kanë bizneset, në 40%, për sa i takon pajisjeve dhe makineri për prodhimin, pra investimet dhe inovacionin. Absolutisht kjo pikë është shumë e rëndësishme, sepse në një farë mënyrë dhe propozimi që ne kemi bërë është që kjo koeficienti i amortizimit nuk është ulje tatimi, por ndryshon ritmin me të cilin njihen shpenzimet e investimit për qëllime fiskale. Pra, ne këtu nuk kërkojmë të ndryshojmë kohën e pagesës së tatimit dhe normën e tij, por është një mënyrë incentivimi dhe një mënyrë nxitje për bizneset të cilat e kanë të nevojshme për të rritur produktivitetin, për të rritur cilësinë dhe për të qenë me hapin e kohës që kërkohet të bëjë investimet e nevojshme dhe të detyrueshme. Politika duhet t'i japë AID-s mandat dhe buxhet të dedikuar për certifikime dhe standarde ndërkombëtare, sepse pa to nuk mund të futesh në zinxhirin evropian. Grande për automatizim dhe digitalizim real, sepse pa rritje produktiviteti nuk mjeton dhe aktualisht jemi me marzhe shumë të ulta fitimi dhe faturimi. Dhe program 3 ose 5 vjeçar për hyrje në tregje, jo pjesëmarrje sporadike. Një ndër masat kryesore lidhet edhe me një mekanizëm kompensimi për kursin e këmbimit. Të krijojmë një kurs këmbimi nga 101 deri 105 lek, të përcaktuar mbi bazën e mesatares shumë vjeçare që ne kemi përllogaritur historike të kursit euro-lek, para forcimit të fundit strukturor të lekut, referuar në të dhënat e Bankës së Shqipërisë e ka marrë këtë. Nevojës për të rikthyer një ekuilibër minimal operacional për sektorin është i marzhit fitimi. Diferenca midis kursit të tregut dhe këtij niveli kompensohet vetëm mbi eksportet e realizuara, të regjistruara në sistemin doganor, që janë të verifikueshme shumë thjesht nëpërmjet ASICUD-s, sistemit doganor elektronik. Kompensimi llogaritet mbi deklaratat e eksportit të regjistruara. Sektori ka të punësuar mbi 65.000 persona dhe qarkullon mbi 1 miliard euro faturim eksport në vit. Kostet e ndërtimit për gjatë vitit 2025 shënuan shtrenjtim të lehtë të ndikuara kryesisht nga rritja e shpenzimeve për paga dhe shpenzimeve operative. Në të njëjtën kohë, çmimet e disa materialeve të ndërtimit shënuan ulje. Kostot e ndërtimit në Shqipëri kanë vijuar të shfaqin tendencë të lehtë rritjeje. Sipas të dhënave zyrtare, indeksi kushtimit në ndërtim arriti në 114.1, duke marrë si periudhë bazë tremujorën e 4 të vitit 2021. Në analizë vjetore, ndryshimi i indeksit rezulton në 1.2%, një nivel i njëjtë me atë të regjistruar në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Rritja më e madhe e çmimeve është regjistruar në grupin shpenzime për paga, i cili shënoi rritje prej 6%, duke treguar ndikimin e kostove të punës në sektorin e ndërtimit. Pas këtij grupi renditen shpenzime makinerie dhe kosto të tjera me nga 1.8% secili, si dhe shpenzime transporti me 1.6%. Nga ana tjetër, grupi shpenzime materiale shënoi rënje me 0.9% në bazë vjetore. Brenda këtij grupi, materialet e ndërtimit ranë me 1.1%,
materialet e hidrosanitareve dhe të ventilimit me 0.6%, ndërsa materialet elektrike dhe të komunikimit me 0.1%. Kjo tregon një lehtësim të presionit të çmimeve për disa kategori të materialeve bazë të ndërtimit. Sa i përket ndryshimeve tremujore, indeksi kushtimit në ndërtim shënoi një rritje shumë të lehtë prej 0.1% krahasuar me tremujorin e tretë të vitit 2025, duke treguar një stabilizim relativ të kostove në periudhën e fundit të vitit. Në këtë krahasim, rritja më e madhe u regjistrua sërish në shpenzimet për paga, të cilat u rritën me 1.4%. Më pas vijnë shpenzimet e makinerive dhe kostot të tjera me 0.3% secila, si dhe shpenzimet e transportit me 0.1%. Ndërkohë, shpenzimet materiale shënuan rënje tremujore me 0.5%. Brenda këtij grupi, materialet e ndërtimit ranë me 0.6%, materialet hidrosanitare dhe të ventilimit me 0.5%, si dhe materialet elektrike dhe të komunikimit me 0.3%. Gjatë një takimi me shoqatën e ndërtuesve, kreu i KMT Safrim Qendra u shpreh se nga 70 subjekte të kontrolluara deri më tani në këtë sektor, gati 90% janë konstatuar me shkelje në sigurinë teknike. Qendra shpreh angazhimin që dikasteri që ai drejton të mos shikohet si një institucion që vetëm vendos gjoba. Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka ndërmarrë një fushat kontrolli në kantieret e ndërtimit në Tiranë dhe nga 70 subjekte të kontrolluara deri më tani, gati 90% janë konstatuar me shkelje në drejtim të sigurisë teknike. Të dhënat janë bërë me dije nga kryeinspektori i KMT Safrim Qendro gjatë një takimi me shoqatën e ndërtuesve, kundër të tjera shprehu angazhimin që dikasteri që ai drejton të mos shikohet si një institucion që vendos vetëm gjoba. Kemi diku tek 5 dhe në 10% objektet të cilat na rezultojnë deri në këtë moment që janë plotësisht në rregull me rregullat e sigurimit teknik, pjesa tjetër është me probleme. Dhe këto janë dy kategori të tjera. Një kategori është që ka probleme të rënda, kurse një kategori është që nuk i plotëson plotësisht, ka defekte të vogla. Mbasi ditësh kur të kthehemi, do t'i rikontrollojmë. Në qoftë se biznesi i ndërtimit i ka plotësuar kushtet, gjithë kjo dosje quhet e mbyllur. Qendro foli dhe për reformën e inspektorate që përfshin bashkimin e vendorëve me IKMT-n, duke renditur pritshmëritë. Inspektorati i vendosur në një strukturë do jetë më funksional. Natyrisht që ka ecejake midis inspektorateve vendore dhe inspektoratit qendror, e para dhe e dyta, ne nuk kishim një shkallë tjetër ku raportonim. Tani janë të mbledhura gjitha inspektoratet në inspektorat qendror dhe ne ka kush na kontrollon. Edhe në çështjen e gjobave kur të ketë ankesa, edhe në çështjen e përthithjes së inspektorëve, nuk do jetë më autoriteti vetëm i imi në këtë rast për të marrë dhe për të larguar nga puna, po do ketë një komision në bazë ligjit ku mazhorancën do ta ketë inspektorati. Kryeinspektori tha se kontrollet janë shtrirë edhe në Golem, ku ka një intensitet të konsiderueshëm ndërtimi, ndërsa më pas do zgjerohen në të gjithë vendin. Bashkia Tiranë ka hapur garën për ndërtimin e rrugëve Arben Mekshi dhe Joklin Persi në Astir me fond limit prej 88.5 milion lek. Referuar dokumenti do të rehabilitohet i gjithë bloku me të gjithë elementet e infrastrukturës rrugore me qëllim përmirësimin e cilësisë së jetës të komunitetit të kësaj zone. Bashkia Tiranë ka shpallur hapjen e garës për ndërtimin e rrugës Arben Mekshi dhe Joklin Persi. Fondi limiti për llogaritur është 88.599.000 lek. Sipas dokumentit në Agjencinë e Prokurimit Publik, segmenti rrugor i parë, rruga Joklin Persi, shtrihet në zonën e rrethrotullimit të Astirit dhe ka një gjatësi prej 550 metra. Gjërësia e rrugës shkon 3.5 deri në 4 metra. Pjesa më e madhe e kësaj rruge është riparuar pas vitit 2018 dhe është shtruar me asfalt, por pa praninë e trotuarëve ose veprave të tjera për kufizimin e rrugës. Ndërsa segmenti rrugor i dytë, rruga Arben Mekshi, lidhet me rrugën Joklin Persi në formën e një unaze dhe gjatësia e saj shkon 172 metra. Gjërësia e rrugës varion 4 deri në 5 metra. Në të gjithë gjatësinë e këtij segmenti mungon paketa e plotë asfaltike me të gjithë elementët përbërës të saj. Aksesueshmëria në banesat private me anë të këtij aksi rrugor është mjaft e vështirë për shkak se rruga është shumë e dëmtuar. Gjithashtu mungon ndryshimi në një pjesë të mirë të saj. Sipas projektit, i gjithë bloku që kufizohet nga rrugët Joklin Persi dhe Arben Mekshi do të kthehet në një zonë urbane banimi në të cilën qarkullimi automobilistik
do të përmirësohet nëpërmjet ndërhyrjeve të reja që parashikohen të bëhen duke krijuar disa zona të reja zhvillimore. Referuar dokumentit do të rehabilitohet i gjithë bloku me të gjithë elementët e infrastrukturës rrugore, me qëllim përmirësimin e cilësisë së jetës së komunitetit të kësaj zone, konkretisht ndërtimin e shtresave rrugore, trotuarve, ndriçimin, kanalizimin dhe gjelbërimin. Gjithashtu, parashikohet ndërtimi i parkimeve referuar rregulloreve dhe hapësirave faktike. Të gjithë këto element do të bëjnë të mundur krijimin e një zone mjaft komode për lëvizjen dhe përjetesën në zonat e banuara që kanë akses në rrugët që parashikohen të rehabilitohen në lagjen 14 në kryeqytet. Tensionet në lindjen e mesme mund të përkthehen në rritje të reja të çmimesh në Shqipëri. Eksperti i ekonomisë Zef Preçi paralajmëron se goditja nis nga nafta dhe përhapet me shpejtësi të produktet ushqimore, duke prekur drejt për drejt buxhetin e familjeve shqiptare. Tensionet e fundit në lindjen e mesme po rrisin presionin mbi tregjet ndërkombëtare, ndërsa diskutimet mbeten për një val të reinflacioni që pritet të shtohet edhe në Shqipëri. Eksperti i ekonomisë Zef Preçi në intervistë për Skan Televizion theksoi se goditja e parë nisi nga nafta, por efekti përhapet me shpejtësi në çmimet e produkteve ushqimore, duke prekur drejt për drejt shportën e konsumatorëve. Në një ekonomi të hapur si Shqipëria, çdo luhatje në bursat ndërkombëtare reflektohet pothuajse menjëherë në tregun vendas, ndërsa familjet shqiptare mbeten ndër më të ekspozuarat në rajon për shkak të peshës së lartë që zën ushqimet në buxhetin mujor. Është fakt i njohur që ekonomia jonë kombëtare është një ekonomi e hapur. Do të thotë që ndërvepron me vendet përreth, kryesisht vendet e Bashkimit Evropian, që janë partnerët kryesorë në shkëmbime tregtare, investime e tjerë, duke filluar me produktet energjetike. E njëjta gjë mund të thuhet edhe për produktet ushqimore. Historia e pandemisë dhe agresionit rus në Ukrainë ka provuar që ekonomia jonë është ndikuar nga rritjet e çmimit, kryesisht energjia dhe dritrat, dhe në të njëjtën kohë përkeqësimi i statusit social-ekonomik të bashkëdhetarëve tanë që punojnë dhe jetojnë në vendet perëndimore ka pas ndikimin e vet kryesisht në investime më shumë se sa në prurjet e remitancët, pra prurjet monetare të migracionit, për shkak se ato vazhdojnë të jenë në ritme të larta. Sipas Preçit, problemi serioz i ekonomisë është që kur çmimet ngrihen në tregjet ndërkombëtare, ato reflektohen menjëherë në tregun e brendshëm dhe kanë sinjale që tregtarët e shumicës apo pakicës do të tentojnë t'i rrisin dhe në të njëjtën kohë, kur kriza kalon, ato nuk korrigjohen në kahun e kundërt. E njëjta gjë mund të thuhet edhe për paketën ushqimore apo mallat e shportës. Është fakt i njohur që Shqipëria në këtë lëmin, në këtë fush, është ndër vendet që kanë peshë më të lartë të shpenzimeve mesatare të familjes, sipas donave zyrtare, kjo shifër luhatet diku midis 47 dhe 49%. Pa fol për grupe sociale siç janë të moshuarit, pensionistët që kanë një peshë shumë më të lartë për shkak të ardhmeve minimale, pensioni mesatare është diku te afërsisht 200 euro, kështu që në këto kushte pritet të ketë një ndikim i cili në thelb do të kishte qenë mirë të ishte korrigjuar më herët në politika pro zhvillimit, prodhimit të vendas dhe mendoj lehtësisht që mund të bëhet për sektor të caktuar të ekonomisë konkrete. Ndër të tjera, eksperti ekonomisë Zef Preçi thekson se mungesa e mbështetjes së qëndrueshme për prodhimin vendas nga blegtoria te kultura strategjike si gruri e bën ekonominë shqiptare më të ndjeshme ndaj goditjeve të jashtme. Për shkallëzimi i konflikteve gjeopolitike vjen me fushata dezinformimi, kryesisht në rrjetet sociale. Informacionet e rreme apo imazhet e gjeneruara nëpërmjet inteligjencës artificiale rrisin panikun tek qytetarët, duke reflektuar edhe në sjelljet e tyre konsumatore. Teksa vitet e fundit, situata në lindjen e mesme është përshkallëzuar me disa vatra luftimesh. Në rrjetet sociale qarkullojnë shpesh video të manipuluara, pamje të krijuara me inteligjencë artificiale, apo informacione të pavërteta që përhapen me shpejtësi. Dezinformimi nuk ndikon vetëm në mënyrën se si publiku e percepton konfliktin, por mund të krijojë edhe reagime kolektive, nga paniku te ndryshimi i sjelljes së konsumatorëve. Psikologja Anora Kroj shpjegon efektet e informacioneve të rreme. Dezinformimi rrit frikën
më shumë se sa realiteti. Kjo është një shenjë alarmi e vazhdueshme që individët përballën dhe në situata të tilla rrit anksin, panikun dhe frikën. Ajo që ndodh zakonisht tek individët mund të kryejnë veprime si tërheqje bankare, të posedojnë llogaritë e tyre materiale, po ashtu edhe ka raste që bëjnë shpenzime impulsive dhe të pamenaxhuara mirë sepse janë duke vepruar vetëm në modalitet mbijetese. Të qetësohen, mos të ekspozohen ndaj lajmeve që janë të pakontrolluara dhe pa burime zyrtare informacioni, t'i shmangin ato në momente kur tensioni është shumë i lartë dhe i pamenaxhueshëm nga ana e tyre. Ekspertja e komunikimit Holta Heba tregon se në situata konfliktesh, filtrimi i informacionit është i vështirë. Çdo kush mundet të prodhoj sot një lajm kudo ku ka internet, kudo ku ka një platformë. Platformat sigurisht janë të pamenaxhueshme, të pakontrollueshme dhe informacioni shpërndahet në një kohë rekord, ku ti edhe në qoftë se do të marrësh masa për ta kontrolluar apo kohën për të verifikuar lajmin, është thuajse gati e pamundur, kështu që shpejtësia shkon në një shkallë shumë të lartë. Përsosmëria që i jep një lajmi fake apo krijimi të imazheve fake inteligjenca artificiale është po ashtu shumë e pakontrollueshme. Në fakt, në situata konfliktesh është shumë e vështirë që të përzgjedhësh se cili është lajmi i duhur apo ai lajmi që duhet të dëgjojmë, sidomos kur flasim për situata ku niveli i panikut, gjendja emocionale është shumë e rënduar dhe gjithçka duket sikur është e saktë. Ekspertet theksojnë se qytetarët duhet të informohen vetëm nga burime të sigurta dhe të mos i besojnë çdo lajmi apo imazhi që shohin. Autoriteti i konkurrencës ka nisur monitorimin e tregut të karburanteve në vend, duke vendosur nën vëzhgim të gjitha kompanitë që ushtrojnë aktivitet në tregtimin me shumicë dhe me pakicë të benzinës dhe naftës. Monitorimi synon të verifikojë nëse ndryshimet e çmimeve në tregun vendas reflektojnë zhvillimet në tregjet ndërkombëtare. Autoriteti i konkurrencës ka nisur monitorimin e tregut të karburanteve në vend, duke vendosur në vëzhgim të gjitha kompanitë që ushtrojnë aktivitet në tregtimin me shumicë dhe me pakicë të benzinës dhe naftës. Vëmendja kryesore e këtij procesi do përqendrohet tek ecuria e çmimeve në pikat e shitjes me pakicë, ndërsa kontrollet kanë nisur pas paralajmërimeve të shoqatës së hidrokarbureve për ndikimin që do ketë konflikti në lindjen e mesme në tregun shqiptar, ndërkohë që në disa pika të tregtimit me pakicë janë konstatuar rritje të lehta të çmimeve. Sipas autoritetit të konkurrencës, monitorimi synon të verifikojnë nëse ndryshimet e çmimeve në tregun vendas reflektojnë zhvillimet në tregjet ndërkombëtare. Autoriteti thekson se çmimet e karburanteve në bursat ndërkombëtare ndryshojnë vazhdimisht në varësi të faktorëve si oferta dhe kërkesa globale, kostot e përpunimit apo zhvillimet ekonomike dhe gjeopolitike. Në këtë kontekst pritet që dhe çmimet në tregun shqiptar të ndjekin të njëjtën prirje dhe të jenë proporcionale me luhatjet në tregjet ndërkombëtare. Çdo rritje që rezulton më e shpejtë apo më e theksuar se ajo e regjistruar në bursë mund të konsiderohet si tregues i mundshëm i sjelljeve jo konkurruese. Autoriteti i konkurrencës paralajmëron se nuk do të tolerojë luhatje të pajustifikuara të çmimeve, praktika që bien ndesh me logjikën e tregut ndërkombëtar, apo çdo formë të mundshme koordinimi të çmimeve dhe abuzimi me pozitën dominuese në treg. Autoritetet dhe ekspertët në Evropën juglindore paralajmërojnë për rritje të çmimeve të karburantit në të gjithë rajonin pas shtrëngtimit të naftës në tregjet globale. Sipas tyre, këto shtrëngtime pritet të rrisin inflacionin dhe të ndikojnë në politikën monetare. Autoritetet dhe ekspertët në Europën juglindore paralajmërojnë për rritje të ardhshme të çmimeve të karburantit në të gjithë rajonin pas shtrëngtimit të naftës në tregjet globale mes luftës Shtetet e Bashkuara Izrael kundër Iranit. Në Shqipëri, shoqata e hidrokarbureve paralajmëroi një rritje me 20 lekë për litër brenda 2 ditëve të çmimeve, po ashtu ata parashikojnë një rritje maksimale deri në 30 deri 40 lekë për litër në ditët në vijim.
por shtojnë se këto çmime do të jenë provizore në varësi të ecurisë së konfliktit. Ndërkohë autoriteti i konkurrencës ka nisur monitorimin e tregut të karburanteve, duke vendosur në vëzhgim të gjitha kompanitë që ushtrojnë aktivitet në tregtimin me shumicë dhe pakicë të benzinës dhe naftës. Vëmendja kryesore e këtij procesi do të përqendrohet tek ecuria e çmimeve në pikat e shitjes me pakicë. Duke komentuar në zhvillimet në zonën e Gjirit Persik, Agjencia Kombëtare Rregullatore e Energjisë në Moldavi tha se çmimet më të larta të naftës dhe produkteve të saj në tregjet ndërkombëtare kanë rritur çmimet me pakicë të karburanteve në vend. Megjithatë, mekanizmi i përcaktimit të çmimeve në Moldavi, i cili kufizon çmimet ditore me pakicë për benzinën dhe naftën standarde bazuar në mesataren 14 ditore të kuotimeve ndërkombëtare të plats, mbron konsumatorët nga rritjet e papritura dhe parandalon rritjet e pajustifikuara nga kompanitë e naftës. Për të parandaluar rreziqet e furnizimit, Agjencia ka prezantuar gjithashtu një mekanizëm për raportimin e stokut ditor të mbajtur nga kompanitë importuese, i nevojshëm për monitorimin e rezervave të karburantit. Deri më sot stoku total i karburanteve në vend mbulon nevojat e konsumit të brendshëm. Në Maltëzik, shoqata e kompanive të naftës tha se çmimet e karburantit në vend do të rriten që nga java e ardhshme si rezultat i konfliktit në Iran, por është ende shumë herët për të thënë se në çfarë mase. Shoqata theksoi se nuk do të ketë mungesa karburanti në treg pasi shitësit me pakicë vendas kanë krijuar stoqe të mjaftueshme për të mbuluar nevojat e konsumatorëve në 2 ose 3 muaj të ardhshëm. Çmimet me pakicë të naftës në Kosovë janë rritur në 1.18 deri në 1.25 euro për litër, ndërsa benzina shitet në rangurin e çmimeve 1.17 deri 1.24 euro për litër për shkak të pasigurive globale të furnizimit, tha shoqata e naftës. Mediat lokale kanë raportuar se para sulmeve ajrore çmimet e naftës ishin 1.15 deri 1.21 euro për litër. Në Bullgari, shoqata e naftës dhe gazit tha se çmimet e benzinës dhe naftës janë rritur me rreth 1% pas rritjes globale të naftës bruto gjatë muajit të kaluar. Shoqata vuri në duke se çmimet e naftës do të duhet të qëndrojnë të larta për afërsisht 10 deri në 14 ditë përpara se ndikimi të reflektohet plotësisht në stacionet e benzinës me pakicë. Aktualisht benzina Euro 95 shitet me një çmim mesatar prej 1.26 euro për litër në pompat e karburantit në Bullgari, ndërsa çmimi i naftës është 1.29 euro për litër. Analistët thonë se rritja e çmimeve globale të naftës dhe gazit nga konflikti pritet të rrisë inflacionin në Europën qendrore dhe juglindore, si dhe të ndikojë në politikën monetare. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më tepër informacione mund të klikoni në faqen tonë të internetit skantv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Gjithashtu mund të na ndiqni edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Faleminderit për vëmendjen, bashkë mirupafshim.